Pas zbulimit të rënojave antike në kantierën e ndërtimit të shkollës Gjergj Kastrioti, po punohet për riprojektimin e ndërtesës së re. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale momente nga puna e arkitektit spanjoll për projektin e ndërtimit të kësaj shkolle. Rama thekson se në Durrës, arkitekti më i njohur spanjoll po punon për riprojektimin e shkollës së re Gjergj Kastrioti, pas zbulimit të rënojave antike në kantierën e ndërtimit. Dhe ideja e tij e ndërthurjes së shkollës me zonën e kërkimit do të japë një tjetër transformim spektakolar, të denjë për ambicien tonë për Durrësin 2030, si dhe për faqet e revistave të arkitekturës bashkëkohore europiane. Shkolla Gjergj Kastrioti dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019, vetëm një vit pas ishte festuar 50 vjetori i ndërtimit të saj. Gjatë hapjes së themeleve për ndërtimin e shkollës u zbuluan një sër objektesh me rëndësi, mes të cilave edhe termat, 3 mozaik në gjendje të ruajtur, një tjetër i dëmtuar, si dhe një sër afreskësh që shërbenin si faqe anësore për një pishinë. Gjithashtu u zbuluan rreth 300 monedha, që i përkasin periudhave dhe prodhimeve të ndryshme, hedhin dritë mbi periudha të ndryshme të jetës ekonomike të qytetit bregdetar.